Kur ka ndodhë këto, se edhe kjo është me rëndësi që thuhet? Deri në qeverinë e fundit, vazhdimisht firmat e Zvonko Veselinovićit kanë marrë të ndera për buxhetit Kosovës. E po ashtu, po lidhet që vllai i presidentit Hashim Thaçi, Idris Thaçi, i ka me biznesmenët shqiptar që kanë kontrata momentale me kompaninë RAD. Të thotë, në Radojqiqin, përveç dikush që ka bisedu, dikush ka jap të ndera. Po flasë firmët e Zvonkut. Unë me plot përgjegjësi e flasë, unë gjithaj komparacitë prokuria e shtetit tonë. Vetëm kur ka ndodhë këto, se edhe kjo është me rëndësi që thuhet? Deri në qeverinë e fundit, vazhdimisht firmat e Zvonko Veselinovićit kanë marrë të ndera për buxhetit Kosovës. Zyrtori i prokurimit që ja ka jap të nderat, të paktën që ja kanë qitë si përvoqe se janë njerëz shumë më të mëdha, nuk e kokaqikun me jap të nderë në emën qeverisë tonë, milion që nuk është i shumadis, ajo është shqiptori i Kosovës. Të flasim se si paratë e buxhetit të Kosovës u derdhën në kontet e kompanisë RAD. Kompani kjo në pronësi të Rade Stević, njërat nga personat që është përfshirë së fundmi në listën e Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E po ashtu, po lidhet që vllai i presidentit Hashim Thaçi, Idris Thaçi, i ka me biznesmenët shqiptar që kanë kontrata momentale me kompaninë RAD.